Mirë, jemi rikthyer në studion e Star, do të flasim tani për kontratat e punës konkretisht gjatë sezonit veror, atëherë kur në fakt një pjesë e mirë e qytetarëve preferojnë të punojnë në zona turistike dhe shpesh her pas here ka abuzime të ndryshme me kontratat e punës. Për diskutuar më gjerësisht kam të ftuar një mike të Star dhe një nga juristet më të mira që ka Shqipëria në fakt, zonjën Elta Milori. Mirëmëngjes, mirë se erdha. Faleminderit shumë për ftesën, mirëmëngjes, edhe do të jetë një ditë e mbarë që fillova me ju sot dita. Dhe besoj një ditë e mbarë do jetë edhe për gjithë ata që do marrin informacionin e duhur se çfarë duhet bëjnë gjatë këtij sezoni turistik, nëse janë duke punuar për ndonjë strukturë shërbimi në jug të vendit apo edhe në veri të vendit, se e dim që tashmë turizmi po shtrihet edhe në zonat veriore të Shqipërisë. A është detyrueshme së pari që të nënshkruhet një kontratë pune për çdo punonjës gjatë sezonit turistik? Ligji Kodi punës e parashikon që çdo marrëdhënie, çdo raport pune, punëdhënës punëmarrës, duhet të shpreh dakordsinë me shkrim. Me thënë ligjërisht është e sankcionuar kjo gjë. Por, realisht, në Shqipëri, nëse ne do të bëjmë një analizë të hollësishme të gjithë të pjesës së sezonit, sepse në Shqipëri pothuajse sezoni zgjat gati gjysmën e vitit dhe i thonë që për gati 5-6 muaj punonjësit që bëjmë punë sezonale të kryejnë një punë e cila realisht shikohet si një punë sezonale për 3-4 muaj, por realisht është punë që përfshin gati gjysmën e vitit. Pra, përgjithsisht nuk ka kontrata të shkruara. Thjesht shkojnë për të bërë një punë të shpejtë, për të marrë një lek të shpejtë dhe nuk thellohen në atë që kalojnë gjysmën e vitit në një marrëdhënie pune dhe nuk kanë asiguracione, nuk kanë as pagesën që duhet të përfshi ose duhet të jetë e përfshirë në pagën minimale që e parashikon ligji, nuk kanë kushtet e punës, por ndodhë rëndom që edhe nuk e marrin pagesën dhe s'kanë se ku të ankohen. Ndodhë rëndom që ju duhet edhe për siguracione, sepse duhet që ajo punë të jetë reflektuar diku në një sistem. Se ne jetojmë për momentit, duke jetojmë sot për ne, sot pa menduar që të siguracione dhe na shërbin. Kjo vjen si pasojë edhe e faktorit ekonomik në fakt, sepse njerëzit kërkojnë, duke qenë në kushte ekonomike jo të mira, se çdo gjë aty fillon, kërkojnë që të punësohet sa më shpejt dhe të marri të paktën për 6 muaj një pagesë, qoftë edhe në dorë, qoftë edhe në të zezë, si themi ne, të pa siguruar. Pra, përgjithsisht ekzistojnë marrëdhëniet verbale, punë e cila nuk është e reflektuar në asnjë kontratë, në asnjë letër. Dhe kjo është një punë që ne quajmë punë informale, e cila dëmton shumë si shtetin, dëmton në radhë parë individin, sepse ai punon dhe nuk është i garantuar, i siguruar dhe nuk sigurohet dhe ose merr shumë pak në raport me atë që duhet të marrë realisht në minimum. Pra, rroga nuk deklarohet. Dhe një pjesë së saj në merr në informalitet. Tashi çfarë parashikon ligji për këtë? Ligji parashikon që Kodi punës parashikon që edhe këto lloj kontratash dhe këto lloj marrëdhëniesh pune duhet të shkruhen dhe duhet bëhen në mënyrë të shkruar dhe ku të reflektohen të gjitha elementët që parashikon një kontratë e rregullt pune. Dhe në fakt do doja këtu të ndaleshim dhe ta trajtonim pak me prioritet kontratën e rregullt të punës, sepse në çdo biznes mund edhe të japi disa fleta të printuara ku shkruhen disa detaje, po kjo nuk e kthen detyrimisht një kontratë të rregullt pune. Atëre, këtu doja të ndalesha dhe ju ndërhyt në momentin që unë këtë doja të reflektoja. Ku dallohet kjo kontrata e punës sezonale nga një kontratë e rregullt pune? Kontrata nuk vërtet ripërtërihet, por nuk mund të marrë vlerën e një kontrate me afat të pacaktuar. Në qoftë se ti lidh një kontratë pune në kushte normaliteti, jo në kushte sezoni, me një afat dhe ky afat dhe vazhdon marrëdhënien e punës për te këtij afati, ti kalon në një kontratë me afat pacaktuar. Ndërsa në qoftë se je në punë sezonale dhe ti lidh një kontratë për 6 muaj, vërtet i je në kushtet e një kontrate me afat,
por ke të drejtën e riportëritjes edhe 6 muaj dhe 6 muaj dhe 6 muaj, do me thënë nuk puna për te këtij afati nuk të çon ty detyrimisht që ti të kesh një kontratë me afat pacaktuar dhe të punosh atje pafundësisht. Pra, ke të drejtën e riportëritjes në bazë të kodit punës, por nuk ke të drejtën e vazhdimësisë siç mund të jesh në një marrëdhënie normale pune. Pra edhe në momentin që ti shkëputesh nga kjo punë, nuk ke të drejtën e pretendimit nëse ata s'duan të mbajnë sërish. Jo, por ligji parashikon këtë, që ti në qoftë se 2 sezone rresht punon nga 6 muaj, ti mund që në sezonin e tretë ai të kaloj nga një kontratë sezonale në një kontratë me afat të pacaktuar, pra të jesh i punësuar me kohë të plot çdo sezon aty me një kontratë e cila por gjithmonë, nëse mbas 2 sezonesh pune ti ti vazhdon që të punosh aty. Nëse në një moment ti krejt papritur vendos që të shkëputesh? Atëhere, kush, punëdhënësi, punëmarrësi? Punëmarrësi. Në këtë rast, nëse ka kaluar në këtë kontratë që ne po e themi, pasi kanë kaluar 2 sezone dhe i jepet një vimësi e kontratës punës. Në qoftë se ai dëshiron që të largohet, është e drejta e tij që të largohet edhe të mbylli kontratën për shkaqe të arsyeshme. Aty parashikon shkaqet pastaj. Kodi punës parashikon që nëse ti kalon në një kontratë me afat të pacaktuar dhe kërkon që të largohesh, atëherë ti do të paraqisësh shkaqet e arsyeshme. Çfarë shkaqesh i parashikon dhe kodi punës, për shkaqe shëndetësore, për shkaqe pakënaqësie, për shkaqe që ai s'të ka paguar në kohën e dur. Pra, të gjitha llojet e shkaqeve që punëmarrësi konstaton dhe kërkon që të zgjidhë marrëdhënien, që përbëjnë shkak për zgjidhjen e marrëdhënies punës, mund t'i reflektoj në kërkesën e vet për të ndërprerë marrëdhënien punës dhe për të mbyllur kontratën. A është sezoni turistik një dësi e jashtëzakonshme abuzimi me kontratat e punës, pra në raport edhe me vendet të tjera, me bizneset të tjera që mund të operojnë në kryeqytet, po themi, apo në qytetet të tjera të Shqipërisë, ka më shumë abuzime? Ka abuzim. Nuk mund të themi, ka abuzim. Unë nuk kam statistika të plota se sa përqind e bizneseve në Shqipëri, sidomos në kohë sezonale, lidhin kontrata pune me ata që punësojnë. Po them, për mendimin tim, 80% e punojnësve punojnë pa kontrata. Dhe kjo është një shqetësim shumë i madh, sepse unë e thash dhe në fillim të bisedës. Shqetësim i cili dëmton rreth parë individin, dëmton shtetin, por dëmton dhe vetë biznesin, sepse dhe vetë biznesi është i dëmtuar në qoftë se aty shkojnë inspektorët dhe shikojnë që ti ke punëtor sezonal të pasiguruar, të pagarantuar, të papaguar në bazë të ligjit, sepse ligji parashikon ka një kufi minimal dhe një kufi maksimal. Do me thënë qoftë se ti nuk arrin të paguash atë me kufirin minimal që ka parashikuar ligji, por ti jep më pak se kufiri minimal dhe reflekton pastaj dhe bën në si të thuash abuzon edhe me reflektimin e pagesave në për sistemet, duke qenë se nuk i ke dhënë një kontratë pune të rregullt brenda fateve, brenda kushteve ligjore, pra është një dëmtim shumë i madh i gjithë sistemit, trekëndësh, biznes, individ dhe shtet. Pra, janë 3 elementët që përbëjnë këtë trekëndësh i cili duhet funksionojnë së bashku, edhe në punën sezonale që Shqipëria, siç e thash, mbahet sot me turizmin. Dhe duke qenë se në punën sezonale është bumi më i madh i të ardhurave financiare, në këtë periudhë duhet të shikohet dhe të fokusohet vëmendja kryesisht edhe në reflektimin sa më të saktë dhe sa më ligjor edhe të punës së individëve që punojnë në këtë sezon. Sepse e thash që janë të 3 elementët, se ndonjëherë ne ja lëm fajin vetëm bizneseve. Pra, bizneset nuk japin kontrata, nuk respektojnë kushtet e punës, nuk respektojnë gjitha të që parashikon kodi i punës, po nga ana tjetër individët kur shkojnë bien dakord në këtë pikë për të mos marrë një kontratë, por kënaqen me ato paratë, të cilat mund të jenë pak më konsiderueshëm se sa do të merrnin në një punë për gjatë vitit. Pranojnë kushtet. Gjëja e parë që ti do shkosh të punosh, do shikosh kushtet e punës. Këto kushte pune duhet të jenë të reflektuara në një cop letër, por ajo letër që të jep ai në dorë duhet ta lexosh mirë, sepse nëpërmjet asaj letre mund edhe të abuzohet. Pra, e thash, faktori ekonomik i detyron qytetarët, individët që punojnë,
që të futen dhe të punësohen sa më shpejt, ata biznesi është interesuar që të marri krah të lirë pune dhe abuzon me këtë, dhe shteti nga ana tjetër nëpërmjet inspektimeve bën ai një sy qorre dhe një veshurdh për të lënë të dy palët që pra është një zinxhir dhe një hallkë e cila deri dje nuk është parë, por besoj dhe shpresoj shumë që do të ketë një reflektim shumë të madh edhe me ndryshimet e legjislacionit kohët e fundit, që do të shikohet do të ketë prioritet dhe një fokus shumë të veçantë edhe kjo pjesë e rëndësishme e funksionimit bizneseve në Shqipëri. Çfarë do të bëjmë me njëherë nëse punëdhënësi nuk na ofron një kontratë me shkrim? Gjëja e parë është që duhet ta kërkosh me zë të lartë. Gjëja e dytë, duhet lësh gjurmë me emaile, me mesazhe. Gjëja e tretë, brenda një jave nëse nuk bëhet kjo gjëja, duhet që të bësh, si të thuash, foto, video, të kesh prova sa më shumë. Dhe gjëja e katërt, dhe që është më kryesorja, nëse brenda muaj të kalon paga në bank apo të jepet kesh, ajo lloj page duhet reflektohet diku, duhet ta kesh faturën e pagesës në dorë dhe të shkosh në gjykatë. Po si ja bëjnë bizneset, po themi, në momentin që ty të kalohen parat në llogari, po ti nuk ke një kontratë pune? Pra nuk ka edhe një dyshim që lind nga banka për nga erdhën këto të ardhura? Kodi punës parashikon një dispozit veçantë, e cila e parashikon edhe këtë lloj antikapi, dhe aty thuhet që në qoftë se nuk ka kontratë pune dhe ti punësohesh dhe ai nuk ta lidh atë, përveç këtyre 4 elementëve që thash unë që janë të reflektuar aty, ti është vetë kodi punës kontrata jote, që do të thotë që në bazë të dispozitave, sepse dhe kodi punës është hartuar në bazë të elementëve të kontratës punës, do me thënë në çdo dispozit, analizon nga një element kontratës punës. Vetë ke kontratë, ke kodin e punës, ke provat e tua, dhe mund ta kontestosh atë fillimisht tek organet administrative dhe e dyta është gjykata. Ta çosh në gjykatë dhe të marrësh jo vetëm pagën që s'ta ka dhënë, por dhe dëmin që të ka shkaktuar duke të krijuar edhe situata të tjera emocionale të. A po njihen në Shqipëri dëmet emocionale? Në Shqipëri sot janë dërgjegjësuar njerëzit, sepse ta jep gjykata atë dëmshpërblimin. Patjetër. Ne dim historinë e një zotërie që pretendoi që ajo pia nuk e bënte me krah, edhe mori një shumë të konsiderueshme. Jo më pastaj në momentin që ti kryen një punë të caktuar. Dëmet janë të ndryshme, dëmet parashikuara edhe në konventat që ne kemi ratifikuar, edhe në legjislacionin tonë. Dhe nëse do t'i lexosh dhe do ndërgjegjësohemi që të drejtat tona, të cilat janë të shkruara në letër, janë sankcionuar në ligje, janë miratuar nga parlamenti, por ne nuk i dim ato të drejta nëse duhet t'i njohim mirë, janë të drejta të cilat ty të çojnë, jo vetëm në të kërkosh dëmin emocional, por ti duhet kërkosh edhe dëmin që të ka shkaktuar për prishje të shëndetit tënd mendor. Dëmin e imazhit. Pra, çfarë na kërkohet në momentin që ne shkojmë me të tilla pretendime? Po, dëmi emocional, dëmi i shëndetit mendor është shumë lehtësisht nëse ti shkon tek një psikolog apo tek një psiqiatër dhe ti të konstatohet që ke një problematik të caktuar nga një shkak i caktuar që të ka ndodhur në marrëdhëniet e punës, është lehtësisht e verifikueshme. Pra, ligji parashikon kushtet, parashikon provat që ti duhet të paraqesësh dhe parashikon llojet e të drejtave që ty të janë cënuar. Në momentin që ti ke këto të gjitha të vërtetuara, ti ke të vërtetuara, ti mund të shkosh dhe të kërkosh të drejtën tënde në gjykatë pa u trembur fare. Pavarësisht si funksionojnë gjykatat tona, por e rëndësishme është që ti ke bërë detyrën tënde si qytetar, ke çuar në një institucion që e shqyrton këtë situatë. Një tjetër fenomen që ne shohim shpesh në plazhet e Shqipërisë janë minorenët që punojnë tek ato detyrat që praktikisht duken të thjeshta, mbledhja e parave, ndonjë pastrim i vogël tek shezllonet, por ajo është e lishme. Pra, kur mund të punësohen këta të rinj dhe çfarë duhet bërë në rast se ne si qytetar shohim një fëmijë 14-15 vjeç i cili po punon në sezon turistik?
Ligji këtu parashikon një moshë të caktuar që mund të punojnë në kohë sezonale, që është mosha 15 deri në 18 vjeç. Por, kjo grup mosh mund të punojë me kushte të përcaktuara dhe kodi punës parashikon një sër dispozitash për këto, për punën e të miturve. Kryesisht, puna e të miturve duhet të mbikëqyret nga prindi, nga kujdestari, të merret leja e prindit dhe kujdestarit. Sigurisht janë punë të lehta, sigurisht janë punë të cilët nuk janë 6 orarshe, janë me 30 orë në javë, pa gjo 4 orarë që mund të bësh 1 orë pushim, dhe janë punë të cilët nuk e dëmtojnë as shëndetin e fëmijës, por thjesht e mësojnë dhe edukojnë atë se si mund të thjesht prindrit i çojnë dhe vetë fëmijët në mbikëqyrjen e tyre për t'i edukuar me frymën e punës. Ky është një aspekt, por është aspekti tjetër i anës ekonomike të familjeve. Ka shumë familje me situata ekonomike financiare shumë të ulta, shumë të dobta, që mundohen dhe detyrohen që fëmijët t'i çojnë dhe pa marrë parasysh edhe moshën e tyre dhe t'i nxjerrin në punë të caktuara, se ana edukative është që dhe vetë prindi vetë e shikon se si ai rritet dhe edukohet, por është ana tjetër e medaljes. Dhe ne këtu duhet të ndalojmë. Dhe këtu duhet patjetër të reagojmë. Ne këtu duhet të ndalojmë dhe të reagojmë, sepse këtu ka abuzim të vërtet të punës së të miturve, dhe për këtë arsye ky lloj abuzimi shkon institucionet realisht kanë ngritur zërin e tyre, nuk është vetëm një inspektoriat pune, nuk është vetëm një komisioner për mbrojtjen e të drejtave, por është një shoqëri e tërë që duhet reagojë për shfrytëzimin e moshës së të miturve, e cila është rreptësisht e ndaluar me ligj poshtë moshës 15 vjeç, por realisht ne shikojmë ndodh dhe këtu duhet ketë një reagim shumë të madh. Për këtë nuk i referohemi vetëm asaj çfarë shohim në sezonin turistik, kjo është e gjithë vitit. Por në gjithë vitin dhe ndoshta ne si shoqëri duhet ta rrisim pak më shumë ndërgjegjësimin për të reaguar. Elta, ju falenderoj shumë që ishit me mua këtë mëngjes për bisedën, e cila ka element të rëndësishëm që duhet i përmendim her pas here. Faleminderit shumë për ftesën tuaj, vërtet jeni gazetare shumë e talentuar dhe emisioni juaj është shumë me vlerë. Faleminderit shumë.